Por tani ata janë pjesë të gjës, mo. Ata janë pjesë të së njëjtës gjë. Ata që aty do dalin. Unë vlerësoj gjithkënd që në një moment të caktuar, se politika është ndryshim. Reagon, më zotëri nderuar, ka aksion. Po vlerëson Alicia Balliun atëherë, se ajo ka. Të gjithë, mo, pa parashtim. Pa parashtim. Secili ka një lloj kontributi, mos i thoke ti gjithë X ti se. Si më thoke X ti, mo? Kam 35 vite aty, po pse më për flamur nokë kam nejt aty unë? Apo Albana Vokshin? Po pse nuk bëhen zgjedhjet e gruaja? Ka qenë 2007 ajo zonja kryetare e gruas, nuk ka gram PD. Vetëm Albana është. Që nga 2007 kryetare e gruas në plek të fallësh apo grash bëhet fjalëre. Jo më aty ka dhe gjinias janë se sa duhesh ore, po unë po flas për ato që janë gra. Folën për ndërkombëtarët dhe dalim pak këtu te Gonzato, te përplasja e Berishës me Gonzato. Një nga pasojat e situatës ku ndodhet sot, e krizës ku ndodhet sot Partia Demokratike është izolimi ndërkombëtar që vazhdon të mbetet. Dhe faji kujt është ky? Si faji kujt është? Po mari kujt është? Përgjegjësia e kujt është? Faji dhe përgjegjësia e kujt është, ha? I ndërkombëtarëve është. Ata ne kanë fajin neve se s'bën Berisha, s'bën PD-ja. Po a duhet ndërkombëtarët ta marrin këtë qendrim në raport me ato që zgjedhin demokratët? Berisha është i votuar nga demokratët. Po shumë mirë, ja kanë thënë ata, më bëhajeni. Juri, që ty s'të pëlqen dhe mua shumë kohë s'm ka pëlqyer, të shkallët e BT-s të tha, ty do hani barëre. Jo barin, jo të njomin, se të njomi bërë mirë, do hangër thatin. Dhe po ushteron dhe ai, i thati. S'kan këta të korrura, e diti apo jo? E diti që vjetë Shqipëria nga qaftana kanë nxirr 10 ton barë, merë të blitë barë nga Maqedonia. Ku është e drejta? Ja e drejta, pra kjo është e drejta, ja këtë po të themun pra. E drejta është, zotëri nderuar, që ti me faktorin ndërkombëtar duhet të jesh aleat, partner. Ti thuash gjërat ashtu si kundër janë në të vërtetë. Ata nuk janë këtu të bëjnë se siç thua ti, ose siç do ti. Mund të gabojnë ndërkombëtarët, zotëri nderuar. Se s'është e thonë domethënë që ata nuk bëjnë Partinë Demokratike, ata vinë këtu. Bashkën ata e kishin jashtë sistemit dhe futën sistem në ambasadën e tyre. Kanë ndihmë të madhe se kaq. Ç'a ti bëni me ata? Kanë ndihmë të madhe se kaq. Po më mbien keq tani merret. Ti të merr koka herë se e kanë pranuar vet tani. Apo jo marrësit. Del nga parlamenti, del nga pushteti lokal dhe të vjen miku nga jashtë dhe thotë hajde se me mua do vish këtu në Truez, dhe të fut në Truez. Dhe unë i ktheva asaj që thotë Nardi ka drejtu. Pse? Tek analiza e parë që bëra. PD-ja, duke qenë se është gjithnjë forcë e dytë në këtë vend, la i thaj mbetet forcë e dytë, sikur ç'të ndodhi, ndoshta pas kur të vijë një lider i ri fare, nuk e dim, po tani me Berishën, sepse PD-ja vetëm një lider ka patur, dhe ai quhet Sali Berisha. Duke qenë se je forcë e dytë, ti je detyruar të kesh marrëdhënie shumë të mira me ndërkombëtarët. Edhe sikur ata të nështrojnë në ca momente, të thonë voto këtë se na duhet neve, ti prapë do thuash po zotëri, sepse pa ata nuk vjen pushtet. Pa ndërkombëtarët Berisha nuk vjen në pushtet në 2005. Ore kjo nuk diskutohet. Pra, që do të thotë, atëherë ti e di rrugën e burit thot. Kur e di rrugën atëherë reago. Pa ata nuk vite Rama në pushtet në 2013 më. Edhe kjo që thotë. Pra, kur e di rrugën, do të reagosh. Pra, ose do mbash veten, dhe mbaje veten, dhe pastaj do të reagoj edhe kur e vlerëson të padrejtë qëndrimin e ndërkombëtarëve. Po pse kur pranoi një presion të padrejtë? Po më dakord, atë rri i dyti. Kaq që thjesht është, ore, se edhe një herë nuk është ndonjë gjë e keqe trish i dyti. Vendi do eci, reforma do bëhen, e tha Rama dje. Po mos kishim këta, tha, ne do kishim ngecur. Ai ka 86 mandate tani dhe bën çdo reformë që ja kërkon Brukseli. Berisha apo pa PD fare. E keni vënë re që nuk shqetësohet më Bashkimi Evropian për PD-n? Pse? Ka një arsye. Pse? Sepse numrat, kthehemi te fuqia e numrave, janë të duhurat për çdo reformë që Bashkimi Evropian kërkon. Dhe këtu dalim tek ajo që edhe Rama që ka super pushtet, kur vjen puna për tema delikate që prekin reformën drejtësi, nuk po guxon të bëjë asnjë ndryshim. Ku është neni 242? Po, që u tha. Atëherë, pse ky i dëgjon ndërkombëtarët kurse ky tjetri nuk i dëgjon, ky ka të drejtën? Atëherë, ose do ecim me standarde që ne jemi i vend, që edhe për ca vite do jemi nën tutelën e faktorit ndërkombëtar. E rëndësishme është që të jetë faktor ndërkombëtar evropian dhe perëndimor, se mund të ishte ndonjë faktor tjetër evropian, që ishte, do ishte një faktor tjetër ndërkombëtar që nuk e dije nga do shkoje. Pra, ti je i detyruar të shkosh në rrugën që ata të kanë vizatuar. Kaq e thjeshtë është.
Dhe sado pushtet të duket Rama në këtë vend. Rruga që ajo kanë vizatuar është një kundërshtar i Kjo pra, lehtë për Edi Rama. ja ta them unë çfarë është rruga. Rruga është që do një sekond. Vendosim dikë që është Rruga është që i kanë thënë Berishës mos shaj Shqipërinë në këtë moment, se mira keq ky vend me gjithë korrupsionin që ka do futet në BE, se ky është qëllimi ynë i madh, që do përfitojë dhe vendi ynë i vogël. Tani Berisha thotë jo, thotë ky vend s'ka asnjë kriter, po plotson vetëm kriterin gjeopolitik dhe hajta shajm çdo herë që shkon në Bruksel vetëm këtë punë bën. Keni parë një lider ju? Se thua atë, më thuaj një gjë tjetër më. Ore, për amerikanët, për këtë Donald Trumpi, për presidentin Trump, nga 2016 kur është zgjedhur ai dhe tani derisa të përfundoi, Edi Rama nuk po them që ka qenë armik, por ka qenë një person jo aq i pranueshëm, sepse ai doli te CNN-i mo. Po zgjodhi Amerika këtë, dhe zotërin tha këtu është funi botës. Në 2020 Trumpi ka qenë pushtet. Prit, duro. Erdhi tani në 2024 në njëjta narrativ. Ore pyetja që unë ngre këtu është. Po si të mundet këta amerikanë që janë budallënj pra që i bë kanë, nuk po them se i gjiun, po kanë një lloj narrative me këtë qeverisin dhe nga ana tjetër nuk janë ngren fare liderit suprem të Partisë Demokratike kuotat, duke qenë se ky është republikan si kundër janë ata dhe idiot. Ka a mori civitasin këtu ai? A pagoi ato që pagoi ai atje? Si është e mundur që s'ndot ka asnjë gjë këtu më burr? Prap ndërkombëtarët ta kanë fajin. Ndërkombëtarët ta kanë fajin, prap amerikanët ta kanë fajin ty, ë? Po lërta kjo është pas narrativës PD-s, deri tani ne jemi në drejt për faj. Narrativ, këtë lloj narrative nuk e beson më as plumi aty tek dera më burri dhe se Nuli nuk e beson, pas plumi aty. Ai që të hap derën te PD, te ajo sheshi. Ndërkohë, jo vetëm një pyetje kam, se dakor, narrativa e PD-s është kjo që me Ramën s'ka zgjedhje. Se tani puna është të flasim me ato që ndodhi, jo me ato që dëshirojmë. Nuk ka zgjedhje. Kjo është narrativa që të justifikohet Berisha pse humb. S'është narrativa e PD-s. Jo. Kjo është narrativa e klanit Berishis, sepse Berisha s'duhet ikë sepse me Berisha thotë duan largimin e Sali Berishës. Pyetja ime është kjo. Don t'ia japin Ramës. Pyetja ime është kjo. Tani që gjitha narrativa që si ta bënë koalicionin që Berisha të rrjedhë. Nëse Berisha arrin që të imponohet vendit zgjedhje me qeveri teknike, okay, le ta vazhdoj, po arrin dot me këtë thirrje gjë? Them kaq, s'arrin dot gjë. Sepse faktori ndërkombëtar nuk i ka këtë nuk e merr fare në konsideratë këtë kërkesë. Kjo gjë mund ndodhi vetëm nëse këto dosje të UFO-ve që ka për Trumpi dali që në një nga ato serit të jenë UFO që takojnë Berishën dhe ja premtojnë këtë gjë. Se ndryshe nuk ndodh. Ndërkohë, kalojmë pak tek socialistët, te Partia Socialiste, tek ajo ngjarja që ndodhi në sallën e gjyqit ku një grup aktorësh takuan Erion Velin, avokat. E para çfarë ishte kjo avokat, pastaj do dalim tek projeksioni që po tenton t'jap Veliej në raport me mundësinë se është votuar, është miratuar dhe ai vendimi i gjykatave, i unifikuar i gjykatave që lidhet me rishikimin me masën e sigurisë. Ja ku janë pamjet, avokat pas nesh? Tani, oret, duhet bëj vetëm 2-3 konstatime, sepse një pyetje kam unë, pse Veliej nuk është në kafaz dhe Meta është në kafaz, fjalë? Nuk, sepse aty s'ka kafaz, se është administrative aty. Si administrative? Po, gjykata administrative nuk ka kafaz. Këtu jemi në gjykata administrative aty, po. Çfarë është kjo tash se atë më dëgjoj pra që të ta them unë. Nuk është thelbi çështës fare. Jo, pastaj dalim edhe po nuk është për çështjen e akuzave të Veliejt aty. Ai është përplasje që ka me prokurorin apo? Po pra, ajo është një gjyq administrativ ku Erion Veliej ka kërkuar le të themi shkarkimin e Orsdato si prokuror, pasi sipas tij Orsdado është emëruar prokuror në 2008 në shkelje të kushtetutës. Në fakt ja fut kot. Po totalisht kot. Sepse kryeprokurori asaj kohe me dekret të presidentit Bamir Topi e ka pasur tagër që ta emërojë një person i cili vinte edhe nga bota akademike ose nga bota e noterisë siç ka qenë asaj kohe, apo edhe nga avokatia po të duheshti, edhe pa pasur magjistraturë. Është ligji normativ i asaj periudhe kohore. Që është kot, po pse e bën këtë Veliej, avokat? Vetëm për imazh. Duhet Erion Veliej si një lloj strategu. Nëse e fiton këtë betejë. Ore, po më lërë më ta shpreh. Okej. Erion Veliej gjithë jetën e tij e ka ngritur në një gënjeshtër të madhe. Ai është një gënjeshtar patologjik.
Ai do të krijojë situata në të gjitha mënyrat e mundshme që të largojë thelbin e gjës. Pra ai do të largohet nga përmbajtja e gjës, do të merret me reformë, siç është marrë me gjithë Tiranën. Rrugullohet, lustrohet Tiranën kurse nga brenda është bykmër qyteti. Kjo është historia e tij. Ai e ka çuar në një çështje administrative. Kush është qëllimi? Qëllimi i tij është për të krijuar një precedent që mund gjykohem nga një person i cili nuk duhet të ishte prokuror. Ai e di që kjo është një vrim në ujë, po këtë e kërkon që ta ketë si armë në dorë për në një gjykim nesër në gjykatën e Strasburgut drejt Avenir, jo për Shqipërinë, se këtu ai di që çfarë mund t'i bëj procesit nëse sepse ja urdhëroi unë nisa edhe një proces gjyqësor të cilin e kam çuar dhe do e çoj si provë pavarësisht se çfarë do nxjerrin. Unë jam çipëqi i sigurt që ky gjyq do bie, do rrezohet kërkesa e tij për këtë pjesë. Po gjithsesi le të vazhdojmë. Ajo që unë po ngrej narrativ për njerëzit që na shohin. Po. Ora si është e mundur që ky Erion Veliaj gjen kohën për të shkuar te ky gjyqi administratives, kurse për gjyqin e tij që kanë GKK ka 3 herë që nuk shkon në asnjë seancë. Se nuk shkon aty ky. Ku që ka që zoti ky. Kur ky e mendon vetë që ky nuk është i fajtor. Kur të transmetohet live, ë? Ore, vazhdon akoma ky gjykata ka refuzuar. Do vlasësh vetë apo do më lësh mua? Po të bëj pyetjen. Përse ky zotëria nuk gjen kohën për të shkuar aty ku ka gjykimin? Po më e ka strategji më të vetëm. Po më pa, ne këtë do t'i themi njerëzve. So unë di se po unë për këtë po dal. E treta, si është e mundur? Pse si merr ta njerëzit ajo ti çojnë në spaku? Këta të cilëve u ka dhënë lek. Sepse nuk është që po ti shikosh gjithë projektet që ka dhënë Bashkia e Tiranës nga 2015 ai këte, ka fituar Gaspaja, ka fituar ajo goca që i vinte aty si sa di Arja Demir, ka fituar ai Çuni, ka fituar gjithë. Si është e mundur më Robert Drenika doli te teatri për krah Gulielm Radojës e të gjithë tjerëve dhe tha këtu tha teatri tha po bëhet gjema tha nuk e lejojmë ne të prishet teatri. U takua ditën tjetër me Erion Veliajn dhe u kthye 180 gradë. Mërzotëri, unë jam rritur me filmat e Robert Drenikës. Është një artist kolos i kinematografisë shqiptare. Po ky burr që pas aty, mu duk mikroskopik si qytetar. Si mundesh ti të dalësh aty me një person i cili ka besonte pafajësi. Pritor ti besonte pafajësi, edhe te çuni jo do ishte menuar 2 herë ta thosha të llaf. Dhe sikur ta kishe djalin tënd, në një moment kur ka 13 akuza në Kurris dhe kur ka 13 akuza në Kurris, do të kpusi gjuhën dhe do thoshe prit ta them atë që të ka ngelur ta bëj unë. Ore, a je ti ai kollosi që njohim ne apo je ky burri mikroskopik? Unë di shumë dosi që janë kthyer nga Strasburgu. Ti s'di as një dosi që është kthyer në si punë e Veliajt. Jo, si e Veliajt, si Thoma Gëllçi për shkakun se unë. Po s'ka lidhje fare Thoma Gëllçi me Erion Veliaj. Thoma Gëllçi ka pas një shpërdorim detyre më. Kurse ky ka 13 akuza që ky dënohet, ky shumatorën e ka 42 vite, ku Spaku ka për të shkuar me 20 vite kërkesë për burg me për këtë. A jeni interesit kokës se çfarë po flisni apo jo? Marsit, si pe këto pamje, mund bësh edhe koment nga pikpamje juridike, si e lexon këtë strategji, po... Kjo është totalisht strategji PR, nuk është strategji juridike. Strategjia vetëm juridike është që i mundohet që të delegitimojë Holzdatën si prokuror, duke e nxjerrë si të paaft në kuptimin e fitores pozicionit si prokuror dhe më pas në emrimin e tij në SPAK, me idenë që duke rënë Holzdato bien dhe akuzat de facto penal. Strategjia juridike. Strategjia e PR-it publik është që impakti publik të jetë që njerëzit të cilët kanë një peshë në si e tha dhe me drejt Nardi, rasti Robert Drenikës, edhe shumë tjerë që kanë shkuar aty, përfshi dhe zonjën Kadare për shembull, që kanë një rol goxha të madh në pozicionet e tyre si intelektuale dhe si personazhe të publikut shqiptar të dashur ndëruar secili në profesionin e vet. Të tregojnë që perceptimi për të njeriu që është njeri i detyrës edhe i realizimit të tyre pa komprometuar penalisht veten. Pra domethënë mundohet të mbajë atë idenë që media prodhon ose le të themi kështu që PR-i publik prodhon realitet. Ajo që unë mendoj nuk e shikoj aq bardhëzi sa Nardi, pasi gjithë jemi njerëz me emocione, gjithë kemi miq që edhe ndënohen, po prapë për ne janë pafajshëm. Në përditshmërinë tonë, gjithë kemi shok, miq, kushërinj, dashamirës, për cilët duam që të dënohen sa më lehtë, mos dënohen fare, ose në opinionin tonë janë njerëz shumë të drejtë të mirë. Dhe në fund ditës Robert Drenika nuk është hyjni, është njëri. Nuk vjen nga Olimpi, ka dhe i hallë probleme që në një nga ato hallet e problemet e tij, me drejt zoti Veliaj mund të jetë gjendur dhe për kthen reston. Që për mua mund ta marrë edhe si shenjë mirënjohje. Ore, ne kemi parë raste këtu që kanë dalë edhe për personazhe të botës krimit që kanë folur njerëz,
Që jo, në komuniteti ishte njëri shumë i mirë, ne kanë ndihmuar ku dëgjohun agjente dhe kush na vinte makinat ose kush na vinte gjoba, ishte gjoba e tjerë. Mbiles në një rast, një nga gazetarët e nderuar të kronikës ka thënë që dikur Aldo Bara ka kthyer dhe 2 vajza që ishin trafikuar në Itali. I ka kthyer në familje, sepse dështe të bënte një lloj Robin Hoodi. Ama për ata familjar ai mund të jetë robi më i mirë. Dhe po ti dëgjosh me drejt mund thonë që ka drejt, sepse i ka kthyer fëmijën në shtëpi. Çfarë duhet themi ne që si mund ta përqafoshi personazhin si Aldo Bara? Në këtë kuptim mund të marr atë që nuk e bëjmë. Ngaherë ne ja atashojmë të tjerëve. Për shembull dëgjova zotin Agron Shejaj që kishte bërë dhe një video mesazh ku e bënte Robert Drenikës si njeriu më palaço. Nga gjithë skena aktorëve. Pse? Sepse do të puthi zotin Shejaj. Pse se kuptoj, cila është arsyeja? Ose atë pse se ka qenë zoti Shejaj me atë filantropinë e tij të gjendë të aktorëve që janë në vështirësi që mos i le të përfundojnë për shembull në drejtën e tillë që ti nështrojnë politikës. Kur shqetësohet kaq shumë për artin, për publikën. Apo duhet kur i duhet disa aktorëve të caktuar politik ta duhet ta braktisin të tjetrën absolutisht. Njësoj se që jam dakord që ka personazhe të tjera që kanë media ose që kanë portale që kanë përfituar jashtëzakonisht. Dhe i dim pavarësisht se me njëri guximin ta thot. Nga zoti Veliaj. Pafund, që mbase do të ishin ata atje. Unë se pash për shembull aty me Robazën. Mos them edhe emra të tjerë. Këta janë ata që kanë përfituar. Ka personazhe të tjerë që çfarë kanë marrë. Dhe kanë qenë afër atit. Ama çfarë bëjnë? Mbulohen mbas aktorëve si Demiri, si zoti Drenika, të cilët janë njerëz të praktikuar, ne e dim që nuk ka dinjitet. Arti në Shqipëri në kuptimin e pagesës. Edhe ishte një situatë atje, biles e dim edhe se çfarë përfitet. Përfitet që zoti Drenika ka përfituar një apartament. Sepse kur doli që foli për teatrin, tha që kam një jetë që kam bërë gjithë veprimtari publike dhe sot jam pa shtëpi. Ju kujtohet besoj. Atë nëse shqetësohen kaq shumë, pse nuk del Agron Shejaj ta ndihmoj? Pse nuk del dikush tjetër që ta ndihmoj? Po pse ky Erioni e dëmoi me lekë të GPT-a? Nuk e di. Unë po them për ata që gjykojnë. Unë di them këtë gjë, më kujtohet historia e Biblës me Jezusin, në momentin që u dënua një femër, e cila akuzoi për marrëdhënie prostitucioni, ai tha që të hedhi gur do dënoha me vdekje, ai që nuk ka brasi mëkat dhe i shkruajti të mëkatet e secilit në rër. Dhe sodhi asnjëri gur. Po këtë ishte puna për këtu, unë do ta kisha mytur me gur atë unë. Unë. Po dakor me ti. Unë po që puna e Biblës, unë do ta kisha zhytur me gur atë. Po s'e them për ty. Sepse në raport me atë njerëj, apo flasim për këtë pjesë. Po ka një problem shumë të madh. Po aktorët politik. Po ka një problem shumë të madh. Po ka një problem shumë të madh. Sepse ajo që mund bëj unë apo ti, të cilët jemi minor, po këtë të them, jemi minor në impaktin publik. Unë kështu e shoh veten, minor në impaktin. Absolutisht. Pa modesti, po. Çfarë do gjë që të them unë, njerëzit ama kush është ky që po flet. Kurse kur prit më se ta them unë. Kurse kur der Robert Drenika, i cili për mua është kollosi kinematografisë, o zotëri. E them me bindje këtë, unë e besoj këtë gjë. Është një aktor të cilin e kam dashuruar dhe e dashuruj si për figurën e tij. Por ai për mua, me atë që bëri, për mua personalisht tani si qytetar, po duhesh, është një njeri mikroskopik. Dhe unë po të isha në vend të atij gjyqtarit Azbi Balliu, unë nuk do ta lejoja në mënyrë absolute ato skena në atë seancë gjyqësore. Do ta kisha bërë gjyqi me dyert mbyllura. Denis, pastaj avokat do kalojmë direkt në atë që shiko, edhe unë mendoj që si barësit nuk ka nevojë për shumë fryrje kjo. Pse? E para punës nuk ndryshon asgjë në raport me çështjen penale të Veliajt. To janë As nuk futet Robert Drenika në burgë dhe del Veliaj dhe po i bën ditë. Biles mua më bëri përshtypje një fjali e Robertit që më shumë futet tek ajo çështjet njerëzore, e njoh që fëmia ka qenë jetim. Pra, kjo fjali më nga gjithë paraqitjet e tij më bëri përshtypje. Dhe gjokla e jetim ishte. Po në rregull dakord, po më po flasim për këtë. Do të shkuar në burg me kohë ky Erion Veliaj. Pra ta di gjokla. Ai kjo mirë, po. Pushkatimi, linçimi publik pa ashtu është tjetër gjë. Unë nuk jam kryebashkiak. Ai është kryebashkiak. Ato to linçojun nëse bën gabime, do linçoj vetëm time me kam këtë rast tani. Dhe ky rast është ne po flasim për një njerëz që është në një moshë shumë të thyer, shfaqje një kështu mu duk shumë edhe sikur i ndjehur, nuk mu duk i shtirur, pavarësisht se mund të ketë ato që thot Marsili, të ketë përfituar është tjetër gjë. Se fora diskutim atë me Denis. Këtu ne duhet diskutojmë. Tu thelbi është jo prania e Robert Drenikës, thelbi është ndryshon çështja e Veliajt me këtë proces apo jo? Po pse duhet ta bëj show mediatik atë?
Po pse mos ta bëj? Po pse duhet ta bëjmë, se ke Po qenë pse ti mos ta gazetare, bëjmë, duhet ta bëjmë, ta kthejnë seancë gjyqësore, Ore, ta nuk- kthejnë tani, në një ore, të Netflix. bëj një pyetje, ta se- kthejnë, po ti shkon te ferma, ke vënë re, te një ferma e sekond. kafshë, te Ai ke- ferma jo, vit, jo, kanë aty o, ose Nardi, te se Big ke- Brother, ti- ta bën një të po gjë. vjen shumë i nat, Po ti sepse thua ti ka je inat, në- mos u bëj inat, inat Jo, çfarë jo. jo, i nat për një gjë. Është gabimi gjyqtare Po që jo, jo, ke po si se pengon nga gjyqtari, qytetarët shkojnë gjykat. Po, më po. Ore do të jap një rast ndërkombëtar, prandaj po them vjen shumë i nat që jenë media dhe je a e diti që gjithë lista e aktorëve më të mëdhenj të Hollywoodit është në krah të presidentit amerikan kur ai është demokrat. Të gjithë. Çfarë do të thonë kjo? Po kjo është bota. Po ç'e ka, më po flasim për një seancë gjyqi, mo, Po mirë, më dakord, pse ata nëse do kishin problemi për ty që Robert Venika ka problem. Pse? Nëse ata do kishin shkuar te Koborri, i gjykatës administrative, jo aq sa ishin 30, po 303.000, nuk mund të krijonte fare po çfarë problem. problemi ka Në këtu? momentin kur ti futesh aty brenda Po. dhe bën kashillik, Kujt ja bëri kashillikin? Gjykatës. Pse? Po kë gjykatë, po kujt ja bënte? Po pse ç'a bëri gjykata? O zotrin dhe po ai gjyqtari ç'është më robot? Tani unë nuk e di këtë se s'kam Ah, qenë se di, ndonjëherë. po hajde me mua dhe gjyqësore, të tregoj tani. Po unë di që seancat janë publike, edhe unë që s'kam qenë Po, e ke ndonjëherë, gabim. mund të shkoj E ndonjëherë. ke shumë gabim. Mirë, dakord, tani E unë ke gabim, pra, nuk shoh shoh, e. problem që pas ka vajt Robert Venika në seancë. A ka Mi lidhje vazhdote. kjo me atë që ti ke deklaruar në këtë studio që Veliaj nisur edhe nga ky ligji i miratuar, vendimi i miratuar nga gjykatat në lidhje me masën e sigurisë shto dhe faktin që ti the që bashorti. Këto pra të sqaroj se ky është komplet proces tjetër, nuk ka lidhje fare. Me një le të themi përpjekje për të krijuar atë atmosferën për lirimin e Të Veliaj. gjitha por unë kam bindje këtë më, pavarësisht se nuk arrit dot që ta faktoj, sepse unë nuk mund